Me një raport po kaq të ngushtë, familjar, do të njihemi edhe në vazhdim. Në fakt nuk është se nuk i njihni, ju i njihni ata si dy nga vëllezërit më të dashur në vend, kanë tejkaluar të gjitha bashkëgëzimet e hidhrimet, janë tejet simpatik dhe kanë një dashuri të pakusht për njëri tjetrin. Ftojmë në studio Burim dhe Egzon Vatoci. Mirë Roma. Na bënë halat se u këtë qitëm të dira. Mirë Roma, Deshëm të cëllëve i pori. A u shtyt paka? Po des, jaj modhe respekt, jaj vëgni tani mërë. Hajde, ullu në ratoni, qësh do një ju vetë? S'po ju cakto ju në vendin? Jo ka uqat e miri pas këtë? Mirë janë, 3 hatëshëm. Faleminderit që keni ardhë shumë, a keni bush shumë qefin, me ju pasën këtë intervjist bashkë. Unë e thashë edhe për shikuesit, na keni dhënë shumë edhe kemi arrit me ju njoft edhe përmes rrjeteve sociale, po edhe përmes historive që ju keni ndo me njëri tjetrin. A e konsideroni ju njëri tjetrin si, ose si dy vëllezërit më të famshëm në vend? Faleminderit për zemërsisht spore për thirrjen, është kënaqësia jonë me qenë pjesë e jotja e këtij emisioni kaq të këndshëm. Veçanërisht e OTV-s, s'kisha thonë në atë pjesën dy vëllezëri më të famshëm, jena shumë dy njerëz dytë për tokë, dy vëllezën dhe me thonë, që është në ka foli li me Allah dhe me thonë, li me Zë dhe me thonë, jena dy vëllezën shumë për tokë, jena shumë bujorë, se jena rritë për një familje dhe një fryme shumë bujore, dhe me thonë, e kena pas një prind shumë të veçanë, dhe me thonë që tash moj, nuk ka, po jena ato e vazhdo rrugën e tina. E di, dhe këto po e bëni që është mas... Po munohë ma të mira me do. Burim the që pak kushty që aty të dira cili me hi, po... Ja i modhe, jo kjo më respekte, ja respekte, hajde, ole, në përditshmëri kështu, për çka e keni këto, po them përlamje që shtete, që ziheni pak ma shpesh me një Jo, tjetrin? është pula e respekt, të se traditat familjare gjithmonë ma i modhe respektuhet shtëpit familjare. Po ka njerë që edhe të voglit i jepi support. Na e kalujnë a mirë si vllazdi, i jem familjar të mirë, ka do zoti që i kem një respekt njëri tjetër të mirë, edhe gjithë shka shkën mirë. Ju jetoni bashka, po? Po. Ne për fatë mirë, ne kena dhe një vëllai të madhë, ne cilën dojna me për zemërsisht, dojna me falenderu këtë e në veçanë. Në gzem, për na mungan, dojna shumë edhe pse jena këtë, në jena 2, për në jena më fakt 3, dhe me thonë, a i shka përshka që shka mujtë me konë me neve këtë. E përshëndesim shumë, do shta në herë tjetër e bojmë edhe një bisit bashkë me të tre juve. Me qenë se thash që jetoni bashkë, i bjen kjo që i kaloni 24 orëshin komplet bashkë, apo i keni të ndara dhe shoqnit, nuk është si përzijeni shumë, që ja bëni gjatë ditës, për shembull, për ditëshmëri? Unë për veti, në shoqnini kena ndome, është e vërtet. Unë për veti rrim e një shoqni tjetër, rrim e shoqni matë modhe se unë, se me njerëz që rrim matë mëdhej se ti pësa diçka për i tyne. Se ta jo matë pjekon jetë, edhe kam një shoqni të mirë, jena 4 vetë, 3-4 vetë, por e kam shoqni shumë të modhe, po që e kam si pak ma në gusht, se më ka beku zoti me njerëz të mirë, me rrath të mirë që se jam edhe tiktoker, për ndryshe tani mu vi njerëzit që më respektojnë, tani më nëna mi respektu edhe vete, që kam shumë shoqni të modhe për gjithësi shqiptar hane që tojnë na, se kam edhe të Evropës, kur vim bileverës, s'di a rrina e herë shpe. A kështu dimnit e kam zakonisht të rrina shpe. Nuk ka ma mirë se me najt me miq, me pas ka shumë njerës që të dojnë dhe të përkrahin. Egzon, ti me TikTok? Jo, një me... Jo, nuk je aktiv, a? Nuk jem aktiv. Se, s'ka mujt me të bind burimi, apo nuk... Jo, veçanërisht jo që s'ka mujt me bind burimi, po... Zakonisht e kena vo lapë dhe e kena mujt lapë, kështu që mos me hit dytë, amin. Kena mujt me thuja ta bun, me thonë dy persona me i live, po unë po ma të arsyshme që unë mu tërhek. Ase si vlo ma e ma me lonë vësh këto me një brëmë dhe e kumë po që ko zamër, ko furca dhe mon, ko një publik bukër të mirë, cëllën falenderojna shumë publikën e burime që jënë për masë dhe më shtesin shumë. Edhe kumë po ma të arsyshme që unë me nejtë më ropa dhe me thonë, që më bërcet si tina me... Për pos dashnis prej publikut edhe njerëzve që një ndjekin rrjetet sociale,
besoj burim kjo pjesa TikTokut, sidomos me kalimin e kohës, duke ushtu edhe audienca, t'jap një formë të mirë edhe të përfitimit material, sepse normalisht çdo gjë në ditët e sotme edhe një marketing, edhe një bashkëpunim paguhet. A je i kënaqur ti me rezultatet që i merr edhe me ato që ti jap TikTokut edhe që e merr mbrapsht? Mas pari jam falenderuesit madhe të Zot, se risku është i fsheft. Dy sene i ka lënë Zoti që na nuk e dina çka janë, është caktimi i riskut edhe caktimi i martesës. Martesa nuk mundesh me ditë kur kemi martu, edhe risku nuk e del, domethënë sa kemi marrë parë në jetë. Se thoi që kur ta lën riskun ta merr edhe shpirtin. Kështu që unë jam një person që mbështet na shumë Zot, mas pari. Thëmë Zoti ma ka caktuar riskun sot të jem gjallë, edhe qash ko me marrë. Nuk jam diçka që thëmë hajtë ma shumë ose hajtë ma pak, ka njerë ka ma shumë, ka njerë ka ma pak, por jam falenderuesit madhe të Zot për të mirat që na i ka qu, edhe pse jem pa dy prind, po jem dy, do me thonë, jena me dy vllazër, po jena edhe falenderues njerëzve që na kuptojnë. Se ka njerëz që se pa marrë parasysh çdo sene që ndodh, apet na shqipton kina zemër. Edhe mu mirë shumë mirë që e keni ju për nasha mirësinë edhe mirënjohjen, edhe për njëri tjetrin, por edhe për njerëzit tjerë. Ne jem falenderues Zotit dhe falenderues njerëzve, se dora për dorë ka nevojë. E ke po për shembull në jetë për shembull kur të vin diçka me dy dorë punon. Se dora për dorë ka nevojë, edhe na për njerëzit kena pas nevojë, edhe ata janë dalë gjithmonë na kanë përkrah, si mu si vllon, edhe mirë janë tu na jetë senet, çështu me jetë të knasht për Zotin jem, edhe që na kam jetë, është na lusë të pije me gjithë, ja kjo javne. Sen tjetër për të mira, kështu materiale jem. A jena ofër, a kena Vjen në rane edhe asona. A pritët shumë Valentinin, a morët na i dhurata, a vot na i dhurata. Kur thë kjaj, është interesant, kur thë taj plako, s'ka shumë Valentin për ne. Okej, vazhdimisht po kemi edhe fotografi për post juve të dyve, edhe me prindrit, po e di që më boni përshtypja ajo kur the që njeriu ka nevojë gjithmonë për ndihmën e dikujt, edhe gjithë publiku që ka ndjek historinë e burimit, e din që ti kur ke qenë i vogël, krejt në familje, ke pas një problem shëndetësor, e më pas t'u dha një ndihmë edhe gjithë njerëzit, edhe ata që s'ka njohë për së afërmi, janë gëzu lajmit që ti mundesh me përmirësu dhe ka pra një trajtim për gjendjen e synit tonë. Që shi e sot me shëndet? Sot jam shumë tepër mirë. Falëndrimi i takon të madhe të Zot. Edhe i takon, domethënë, doktorit Kastriat Brici që është në Tiranë, që e falënderoj përzemërsisht, se e ka bënë ndërhyrje tash shumë të mirë, edhe shumë bukur që domethënë, si po më shohin tash synën e gjatë e kam drejt, edhe kur pesho vetën tash në për emisione, jam shumë ka emocionona. Se kur e kom po vetën në për emisione tjera, e kom po çfarë është dallimi, edhe unë jam shumë i kënaqur me veten që jam ka shtyna me sfidat e jetës. Kur du me arrit një sen, munduna që tojnë me sill çdo sen, me ja dal asoj senet. Edhe çdo ëndër që e kam jetë më realizohet. Pse? Se besoj shumë Zot. Vetëm du të milon senet me orë ka dale, edhe gjithë shka vjen. Unë për shenë kom po të ëndër me shku të qabe, u realizu. Kom thonë ka mu drejtë syni, mu kanë drejtë syni. Gjithë shka vjen vesh me letësi edhe me dërim. Dhe nga thuj sabëri, ka selamet. Ja, kam një fotografi. Kush ma shumë është ka marrë tipare prej babit, për shembull? E gëzoni, a? Unë. Unë kam pas fatin edhe me njoft, ato si personalisht. Tiparet e babit, pak ma shumë i ku marrë unë, për shumë shkaqe ma shumë se kë. Jam ma dorë shlirë, jam ma zemër bujar, edhe kam zemër se të plakët, edhe më të mundu, më të bo adeti normal me ndihmën e burimit edhe vllaut madhe, më të mundu me bo sa ma shumë mirë, me bo zemër mirë, edhe që shka punu plaku, edhe jam të mundu, jena të mundu më fakt dytë, dhe me thonë me një rrugën e tina, dhe me thonë. Burim, ti ma pak dërshlira. Ja. Me kursy thuj dikosh në shpe, nuk ka krejt Unë jam shumë kursitar.
Une lijet gjithë e ku mëru parën. Edhe për që ku ka e baba. A ke kursyhet? Sa ke kursy? Elhamdulillah kira kursime të mira. Shqyqër. Jo mënula me kursy, pse ka shpenzime tash, se jam si krye familjar, po mënula me ru parën, se thëmë sa të kam lesë s'kam. Po ka njerë që kanë me li hajtë që kur gjithë s'këna me marë. Po ka njerë do t'pi me lu dhe sene, po une në ka zemërsia jam edhe vetë jam që dho, po kam qef që dura e djathë, dura në majtë mës me po sa jepi. Mënuna me dhonë sadakon venduhër, se më ka duhet shumë herë, kur e kom dhonë venduhër që thujnë, kur ja kom qëllu, ka shpërbly që 5 fish në shta. Kom bërë një fish, mu ka këthy 5 fish. Jam një njëri që dho, se e kam një person, dhe me thonë aj që më ka qunë qabe, unë full shumë herë, edhe më ka thonë sa herë i ngusht, ose sa herë bënd, sa herë të ka qidë është të shka, veç jep sadaka dhe shtirohesh. Sa mirë. Edhe ndodha jo, kështu që jo sugjeroj kajve, çdo sen që e keni diçka që dhuni s'përve që veç bëni sadaka dhe keni me po që shpërbleni. Ekzan, unë e di që koha që mas gjati ju keni najtë pa njëri tjetrin, është koha kur burimi ka qenë në shtëpi. Ajo kohë që të dytë e keni përjetu ndryshe prej kandit juj, sigurisht me mërzi, me mungesën e njëri tjetrit, për ty ka qenë shumë ndryshe jashtë, duke i parë, duke i ditë senet. A ka pas ai moment që nuk të ka pëlqy diçka e burimit edhe ke thonë qysh me ja bo me gjetë një mënyrë, me ja përcjell qëtë mesazh, me i thonë ndroje këtë lojë ose diçka e tillë? Jam krenor shumë për qitë vlo që e kam, edhe pse e du shumë. Ka bo shumë bukur lojna të mira. Nuk ka letë me mshel mrena një murit. A kështë e boti? A kështë e provu si eksperiencë? Si eksperiencë e kësha provu. Nuk thëmë që nuk e kësha provu, e kësha bo. Pse e kësha bo, thëmë me 2 arsye. Kësha thuj ta bun e persona me aftësit kufizume dhe kësha përfacu persona me aftësit kufizume, dhe me thonë. Vesh kështë si ta bun, si eksperiencë e re. Pse po e thëmë që burimi u konë një shambull shumë i mirë, se burimi ka thy gjitha barjera, dhe me thonë, që i rokun për persona me aftësit kufizume. Si person me 7 shkurt, dhe me thonë, për gjitha Big Brother që kanë egzistu, nuk ka hi as një person. Ka pranu me hi, me mbyll vetën, me izolu vetën, me ne. Unë për veti, bravo i koftë, unë s'mu i rri pa rrjete sociale, sidomos pa Instagram, Snapchat, ku? Unë kum nej dhe... Ti e shumë aktiv, a? Instagram, Snapchat... Po në follow sot. Instagram, Snapchat shumë. Edhe unë thëmë që pjesë të burimit më kam përqytej mose. Unë kondo pak sekuenca që diskutejsha me vlo, shkejsha të puna ku pënënaj edhe me po mundësi është me full pak me atër heke vrejtin. Adin se ingot që më pak, po apet i mire, edhe i këthy më. Se kitë përsusën në kena. Po me gjithatu ka një eksperiencë shumë e mirë. Po mu më ka mungu shumë. Më kam vetë, po... Po ja ka vlet, se të ka bërë shukrenar edhe ka qenë shembul aty. Burim që të mërmendja, Egzoni, a kish lujt ma mirë se te, a kish lujt? Se na po i themi loj, veç për shkak kun që është një... Dryshe, thujna dryshe është. Kur të qili atë dherën, kreve ma besu. Unë se kam planë, kështu që se di, po ata që kam planë i themi. Nuk e di tash a i beqora që a i, po nëse i beqora e prava, nuk i di atë jetës. Se më nëshë për gjithë... Se, aty kanë hy edhe njerës që si janë beqarë. Po dhe, po, që ata beqarë që janë më nëshë me gjithë... Po tu ti me pas qenë lidhje nuk të kishlonë partnerja me hyja? Ha? Nëse ti ishe konë lidhje, partnerja së të kishlonë me hy? Jo, nuk ka puna që partnerja nuk kishlonë, po ma ndryshë i shkollë. Po si shpajtu, se? Nështë ta si shpajtu, po nëse për të mirën tone, nuk jam din kërkan me ngu. Se, çdo sen këtë dynjo, është me shfrytzu. E që ki raportet sot me gjitha ta që ke bashkjetu me ta? Unë e miri kam kontaktet mira, kam në eri për shëndesëm, po si cili ka atë... Atë ka mërzit në i kush, atë ka zhënjë t'i kush? Jo, unë e mire kam me krejt në respekt për krejt, unë nuk jam njëri, unë jam i poqës. Unë jam dërimtar i poqës, s'kam që me kërkala, këtë gjithë kush e ka pot atë qëllimin e vetë, gjithë kush e ka pot atë lojnë, fund të ke fundit jemi njesë. Gjithë kush që mundu me një rrugë vetë, qëlli ja ka dollë, mamiri ja ka dollë, ama është puna që ndryshe kur heni më rana është. Gjithë e kanë thonë, gjithë ata që i kanë pas në studio... Nuk është se është puna që na i në kamera në stop. Edhe na nuk kena po të informacion që shpo del. Ti nështë të përshet që shtu që shjetë të nejtë, mund është me po.
po nuk e di që reagojnë publiku. O këta në ashtë atë ja hedhë veç që shto, dikush thot, ja hini. Do të me zarëzio, se për shemë, ose e lëqeni fjollë në ashtë asina i gore, e morën njerëzit kjo. Këta se nuk e din që ka po, në ashtë ai personi me atë personi kanë bënë hajgore, po tjetë e morën ndryshe. Edhe që kjo është puna e Big Brother, po, unë për vetë, unë e kom shkryzu Big Brother, falëndirë që ma ka dhoni mundësi, se mu njohë njerëzit ma shumë, edhe me po ndimesa për njerëzit, se mi ju kalëgju që edhe personat si na kena nevoj për shështin e njerëzit, jena doshtën, edhe dytë me nga pranu që shtë shqiem. Shumë e vërtet, dhe kur jam të kjo, se jam krejt në fund, Egzan me ndonë që shoqënia jonë në viteve të fundit, kohëve të fundit, ka kriju një qasje tjetër, ka kriju një hapësirë tjetër për t'i mirëprit edhe për të qenë gatshëm me bashkëtu, me qenë pjesë të një institucioni në punë, për personat me hapësirë të veçanta? Pikre, fatkeqësisht jo nuk janë të punu në këtë drejtim, dhe fakti kjo që e bëm pak ma të mbyllë, dhe me thonë na persona me aftësit kufizume, dhe me thonë, janë shumë të revolvume dhe nuk i gëzojnë shumicën e drejta, dhe me thonë, ligji për ripunësimin e persona me aftësit kufizume është dhe i 51 punëtore dhe asë një institucion shtetëror nuk e ka përmbyllë, dhe me thonë, nuk e ka përvecu, dhe me thonë ato, se për fillë është veç dhe më formalitet dhe dhe me thonë, kjo fatkeqësisht neve na nuk e gëzojnë, dhe me thonë. Sa do e luftën pa rregullësin, edhe mundohë është thonë, po... Në tjetë kjo një thirrje atëherë jona me prezencën e ju i këtu që të respektohet si ligj, po që ka është më rëndësishme edhe shoqënia ti pranoj edhe të mos ndihen të paragjykuar. Do firma respektojnë. Urta? Do firma, po. Nuk po flasim na në përgjithësi. Ule për vete se që kjo foto ka interesant. Si bës, a? Bash është kjeri i shefit tem. Okej. S'ka qefa i bu reklamu, po une punojt e ta, jëllë firme, dhe me thonë vështres jëllë, është e falen drejtori Riadi Mirin, e kam është ngusht, është një person që kur s'kom pot kurgjo, ajo më ka marrë. Sa mirë. Edhe dhe me thonë e ka gjithë mundësi më mështim punë, është më bo me leqë, nuk ka që është të aktivizu ligji, po do të që me thonë halo me dhonë vërollë, so në jam një punëtorë, dhe me thonë me letra, të arjone i kompani, që i valindrej shumë, edhe dhe me thonë është mirë, e morëm një rrugë, po është mirë që ende halot dhe me thonë me forcu se ka nevuj edhe njerëzit tjerë. Po une nuk i di e tjetës, e kam plan, e ishala dënë zoti, me u qeni restoran persona me atësit komizume. Sa bukur. Edhe jem të prit, jem shërtime me disa biznismena shumë të fort, edhe me këshyrë me të po bumin, edhe m'ju kalzu njerëzit që ka me konë shumë interesant, edhe jam shumë... Shumë ide e bukur edhe po t'inkurajoj me që për para, na kemi me konë mishterit e parë që vim atë. Kjo smet ati, jo. ka me konë shumë interesant se ka me konë këtë dryshe restoranti. Nuk po t'yshoj në ide, mund t'kesh ideja shumë bukra, kështu që atë veç suksese, falimderit shumë qërë dhe sot. Falimderit atë edhe respekte shumë. Falimderit. Me që unë po ju lë me Arbin në shoqëri atje për ta përmbyllur me një këngë, pa që një vikend të mbarë, ndërsa unë po përshëndetem edhe me Egzonin e Burimin. Natën.